Edhe ministri i financave Petrit Malaj nën shembullin e kryeministrit nuk po i përfjell ligjet, duke nxjerrë urdhra me përmbajtje që shërbejnë për të bërë qoka me poste drejtuese për të preferuarit e kupolës së pushtetit dhe miqtë e tij. Me urdhrin numër 153 datë 16 dhjetor 2025, ministri Petrit Malaj ka njoftuar nisjen e procesit për zgjedhjen e 3 anëtarëve dhe kryetarit të bordit të mbikëqyrjes publike, strukturë që varet drejt për drejt prej tij. Një nga kriteret për të bërë anëtar i bordit të mbikëqyrjes publike është aplikuesi të mos kenë lidhje të afërta deri në shkallë të dytë me personat që janë pjesë organeve të zgjedhura të organizatës së audituesve ligjor. Por ministri Petrit Malaj në shkelje të ligjit ka bërë sikur ka harruar të vendosë kriterin ligjor që aplikuesve për anëtar dhe drejtues të bordit të mbikëqyrjes publike mund ndalohet të kenë biznes auditimi, pasi kjo përbën konflikt të drejt për drejt interesi. Bordi i mbikëqyrjes publike ka për detyrë të kontrollojë cilësinë e punës së audituesve, të kryejë monitorim dhe vlerësim, të mbikëqyrë zbatimin e procedurave të testimit, si dhe të regjistrojë audituesit ligjor dhe shoqëritë audituese, përfshirjet dhe vendosin e masave disiplinore ndaj tyre, sipas kritereve të vendosura nga ministri Petrit Malaj. Në garën për të bërë antar i bordit të mbikëqyrjes publike, nuk lejohen persona që kanë lidhje familjare me drejtues të organizatës audituesve ligjor, por lejohen ata që zotrojnë biznese auditimi. Edhe vetë ministri Petrit Malaj, drejtori i përgjithshëm i tatimeve Ilir Binaj, si dhe bashkëshortet, prindrit dhe familjarët e tyre, zotrojnë kompani private me aktivitet auditimin, duke qenë në konflikt të hapur interesi me funksionet e larta shtetërore që ushtrojnë. Aktualisht, antare e bordit të mbikëqyrjes publike është Adriana Berberi, e cila ka biznes auditimi. Bashkëshorti i saj është specialist në Agjencinë e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara në Ministrinë e Financave. Djali i saj punon në drejtorinë e ekspertëve kontabël dhe audituesve në Ministrinë e Financave, ndërsa nusja e djalit është deputetja e PS-s, Bora Muzhaqi. Antar të tjerë të bordit janë Dritan Fino, drejtori i përgjithshëm i menaxhimit të fondeve të BE-s në Ministrinë e Financave, Martin Mici, drejtori i përgjithshëm i sigurisë ushqimore, veterinarisë, mbrojtjes së bimëve dhe peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë, Luana Bazi, drejtor ekonomik financiar dhe sekretari i përgjithshëm në Prokurorinë e Përgjithshme, të gjithë persona që kanë ose kanë patur biznes auditimi. Kaq i pavarur është sot bordi i mbikëqyrjes publike, me antar dhe drejtues që mbajnë poste pushteti dhe zotrojnë biznes auditimi. Dhe sipas urdhrit të ministrit Petrit Malaj, po kaq të pavarur, do të jenë edhe antarët e rinj të cilët në shkelje të ligjit do të lejohen të kenë biznes auditimi dhe në praktik do të kontrollojnë veten.